Dënimi i Skënderbeut përfundon në vitin 2028. Zbulohet kështu arsyeja pse nuk po investohet tek skuadra e futbollit korçar. Ajo që prej kohësh qarkullonte në NZ, duke se tashmë është konfirmuar nga një email i UEFA-s, i cili po qarkullon në rrjetet sociale. Sipas dokumentit, Skënderbeu do të ketë të drejtë të marrë pjesë në kompeticionet europiane vetëm duke nisur nga sezoni vitit 2028 deri në vitin 2029, nëse arrin të sigurojë kualifikimin në fushën e lojës. Dënimi 10 vjeçar i vendosur nga UEFA llogaritet nga viti 2018, sezon në cilin Skënderbeu u shpall për herë të fundit kampion i Shqipërisë dhe mori pjesë në fazën e grupeve Europa League. Ky zhvillim shihet edhe si arsyeja kryesore pse presidenti Erdian Takaj nuk ka zgjedhur të investojë këtë sezon në afrimin e lojtarëve me eksperiencë dhe cilësi të lartë. Strategjia e klubit duket se do të fokusohet tek talentet e reja, të cilët pritet të formojnë bazën e ekipit për vitet e ardhshme. Edhe vetë presidenti Takaj në një intervistë në përfundim të sezonit kaluar deklaroi se objektivi i këtij edicioni është evidentimi dhe rritja e futbollistëve që do t'i shërbejnë Skënderbeut në sezonet pasardhëse, kur klubi do të synojë sërish titullin kampion dhe rikthimin në Kupat e Europës. Megjithse nuk e shprehu drejt për drejt, presidenti la të kuptojë se objektivi kryesor për sezonin e ardhshëm do të jetë sigurimi i qëndrimit në kategorinë superiore, ndërtimi i një boshti me lojtarë cilësor dhe krijimi i themeleve të një Skënderbeu konkurrues për rikthimin në majat e futbollit shqiptar dhe në arenën europiane.